Në fund të janarit 1984, Gazeta Sporti Popullor, organ zyrtar i shtypit sportiv në Shqipërinë Socialiste, botoi një artikull që në pamje të parë fliste për sportin amerikan, por në thelb ishte shumë më tepër se kaq. Artikulli me titullin domethënës Helmi i ëmbël në sportin amerikan nuk ishte thjesht një denoncim i përdorimit të drogave nga sportistët në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte një pasqyrë e qartë e mënyrës se si regjimi komunist shqiptar e shihte Amerikën, si një shoqëri të kalbur nga brenda, ku edhe sporti, simboli forcës, garës dhe spektaklit, ishte shndruar në një mekanizëm shfrytëzimi dhe vetë shkatrimi. Sipas artikullit, narkomania në sportin amerikan nuk paraqitej si një devijim i rastësishëm apo problem individual, por si një dukuri e përhapur, e rrënjosur thellë në vetë sistemin kapitalist. Shifrat që citoheshin ishin tronditse. 48% e futbollistëve amerikan përshkruheshin si përdorues të rregullt të drogave, ndërsa përdorimi i alkoolit thuajse ishte në rrithje të vazhdueshme. Por gazeta shkonte edhe më tej, duke sugjeruar se këto shifra ishin vetëm maja e icebergut dhe se realiteti i vërtet ishte edhe më errët. Në diskursin e sportit popullor, sporti amerikan paraqitej si një arenë ku njeriu humbiste vlerën e tij njerëzore dhe shndrohej në një mjet fitimi. Sportisti nuk ishte më qytetar, as shembull moral, por një gladiator modern, i detyruar të fitonte me çdo kusht për të mbajtur vendin e punës dhe për të prodhuar dollar për kapitalin. Në këtë logjik, droga shfaqej si helmi i ëmbël, një mjet që i jepte sportistit forcë të përkohshme, por që në fund e shkatronte fizikisht dhe shpirtërisht. Artikulli përdorte edhe burime nga shtyti amerikan, si US News and World Report, por këto citime shërbenin për të përforcuar tezën ideologjike. Edhe vetë shtypi borgjez, sipas autorit, ishte i detyruar të pranonte kalbëzimin e sistemit të vet. Raste konkrete sportistësh të përjashtuar nga ekipet, ish yje të rënë në harres, përdoreshin si shembuj paralajmërues të një sistemi që i shtrydh njerëzit dhe më pas i flak tutje. Në mënyrë domethënëse, droga nuk shihej si zgjedhje personale, por si pasojë drejt për drejt të presionit çnjerëzor të garës, stërvitjes ekstreme dhe frikës së humbjes së vendit punës. Sipas këtij këndvështrimi, sportisti amerikan drogohej, jo sepse donte, por sepse detyrohej. Ai duhet mbante ritmin e një makinerie që nuk pranonte dobësi, ndalim apo dështim. Ky artikull pasqyron qartë mënyrën se si Shqipëria komuniste e përdorte sportin si mjet krahasimi ideologjik, ndërsa sporti socialist paraqitej si i pastër, edukativ dhe në shërbim të masave, sporti amerikan portretizohej si i shitur, i droguar dhe i çnjerëzuar. Amerika shfaqej si një shoqëri ku edhe suksesi sportiv ndërtohej mbi vuajtjen, frikën dhe varësinë. Por përtej propagandës, artikulli na tregon edhe diçka tjetër, frikën dhe obsesionin e regjimit shqiptar ndaj perëndimit. Amerika duhej paraqitur si e smur, sepse ishte simboli më i fuqishëm i një bode alternative, ndaluar për qytetarin shqiptar. Denoncimi i sportit amerikan ishte në thelb një mënyrë për të justifikuar izolimin, për të bindur lexuesin se përtej kufive nuk kishte asgjë për t'u admiruar. Sot, duke rilexuar këtë tekst të vitit 1984, ai shërben jo vetëm si dokument i propagandës së kohës, por edhe si dëshmi një epoke kur sporti, ideologjia dhe politika ishin të ndërthurura ngushtë. Helmi i ëmbël nuk ishte thjesht droga në sportin amerikan, ishte metafora e një bote që Shqipëria komuniste donte ta shihte si të dënuar dhe të dështuar, për të mbajtur të paprektur mitin e vet.